Zonja Zotri, takimi i parë për këtë vit edhe me rubrikën tonë të dashur Galerin. Dhe sot na nderon me pjesëmarrjen e saj një zonjë me zë të madhe. Pse të me zë të madhe? E kam njoftur dikur kur punonim në Ministrinë e Kulturës, ajo mbulonte çështje të etnografisë, drejtonte atëherë Afërdita Onuzi, institutin sot i antropologjisë, atëherë Instituti i Kulturës Popullore. Po gjithmonë unë, Afërdita, ju kam njohur ju si një etnografe. Të themi më qartë sa të kam njohur unë, si një njeri eksperte. Si eksperte e kostumeve. Na dite një kostum popullor dhe thonim gjithë. Pyesim Afërditën, çfarë tradite është, çfarë treve është, sa i vjetër është. Pse ju personalisht jeni kaq i lidhur me kostumet popullore? Tani, në fakt, drejtimi im kryesor kanë qenë mjeshtrit popullore. Por brenda, tek mjeshtrit, kostumi me mjeshtrit bëhet, është të gjitha mjeshtrit, gati një numër i konsiderueshëm mjeshtrisht popullore marrin pjesë, kontribojnë në kostum. Pastaj veshjet popullore ishin një drejtim tjetër që nisi kur ne filluam të merreshim me përgatitjen e një korpusi për veshjet popullore shqiptare, ku do të merrin pjesë të gjithë etnografët. Kjo që si shtys, ose të themi rasti që unë gjeta mënyrën për të shpërthyer dhe në këtë fushë, të themi, në fushën e studimit të veshjeve popullore. Dhe ka qenë momenti që ka shënuar edhe një kthes tjetër, të themi, dhe një angazhim tjetër më të madh, sepse, Manush, tek veshjet popullore, përveç se shohim mjeshtrit popullore, siç thash, mjeshtri artistike dhe këto mjeshtrit më të thjeshta të përdorimit shtëpiak, të themi, shohim historinë e zhvillimit të një krahine. Nëpërmjet veshjeve dallohen së pari njëherë ajo specifika, të themi, krahinore, kur kemi zona malore, zona fushore, zona kodrinore, të gjithë kanë zona katolike, zona musliman, të gjitha të katolik, ndarë. po. Por ka edhe një gjë tjetër, nëpërmjet veshjeve marrim informacion për lidhjet e Krushis me krahinat e tjera, marrëdhëniet e Krushis dhe tjetra, marrëdhëniet ekonomiko-tregtare. Çfarë orientimi ka pas një krahinë e caktuar ndaj tregut? Ka krahina që janë më të mbyllura, pothuajse kostumi është bërë brenda ekonomisë familjare. Por ka krahina të tjera që kanë pas tregun më afër, panajire, kostumi është historia e jo thjesht historia e një fshati, të themi, një treve, një krahine. Por është më gjë. Afërdita Onuzi, një zonjë e nderuar në galeri, gjithë jetën dedikuar etnografisë. Më bëdhe një lidhje, të lutem. 54 vite, jo pak, Nuk është pak, mos themi sa vite, po unë e di që ju gjithë jetën ja keni dedikuar kësaj. Etnografi, antropologji, ditët e sotme. Për shembull, një njerëz që hyn në një muze etnografie sot, sa ngacmohet ose si është kjo qasje? Përsëri kthehem që etnografia, të themi, etnografia si shkencë, ka si objekt studimin e trashëgimisë kulturore. Dhe në një muze etnografik, cili do vizitor, cila do kategori të futet ta vizitoj, qoftë, ose të themi turisti vendas, turisti huaj, një njeri thjesht, do të marrë një informacion të plot për qytetrimin e një popullit caktuar. Mua më vjen keq gjej rastin edhe një herë ta përsëris këtë keqardhjen time që ne ende nuk kemi një muze etnografik kombëtar, po kemi muze lokal, muze të disa qyteteve. Dikur kemi pas, dhe muzeu, të thash, më vjen keq sepse është një ekspozita Shqipëria sot. Shumë i bukur. Në majmon se e kam vizituar me shkollën të vetë. Dhe gjithnjë kthehem asaj keqardhjes që nëse do të njohësh një popull, ke mundësi të mos lodhesh të çfletosh pafund libra, historie, etnografie, të themi, aty në muze etnografik ti merr informacionin më të saktë për historinë e qytetërimit, sepse objektet etnografike, gjithashtu dhe ato arkeologjike,
janë dokumentet më të pakontestueshëm për zhvillimin e një poshte. Pasi të kalojmë në galeritë Njërthi dhe një kuriozitet tjetër. Sot që jemi në një situatë totalisht inteligjencë artificiale, kur çdo gjë është elektroshtëpiake me nivele të larta. Çka ka në një objekt sot që do ishte i denjë për të quajtur etnografik. Kur them sot, shkojmë dhe pak përpara në vite. Çfarë do kishte, ku diun, një muze etnografik i 2200-s? Po bëj një hipotezë pak të çuditshme. Manush, unë me këtë inteligjencën artificiale kam frikë se mos humbasen disa gjëra ose mos unifikohen. E kam pak merakun dhe unë do desha që këto muzet etnografik të mbeteshin disa kohë, që të njihej identiteti. Ka vendin e vetë dhe inteligjencë artificiale, të themi, por... Ku ka se i gjalpi që bëhet me atë dy pekula, ku ka si ajo fjaleshit që bënde diku. Era ati gjalpi që tundet me atë tundsin, apo dhalla që del prej asaj. Do t'i kthemi në përkshune vetë. Me këto ndryshime... E kemi kthyer ke gura popullore dhe ke ca butina poshtë lart, sikur po, nuk do humbi, pse them nuk do humbi, për sa kohë ka interes, ka për të qenë. Kështu që ka rrezik e kërkon tregu. Dhe unë fakt jam e kënaqur që vitet e fundit, ose të them jo e kënaqur, jam e lumtur që vitet e fundit ka një qasje tjetër ndaj trashëgimisë kulturore. Ne kemi marrë ke gura popullore, ka uri, edhe nga të rinj. Po. Mjafton të themi që në një dasëm, ku do të shkosh, në jug e veri, do t'i shohësh dasmorët, nusja do vishet me kostumin tradicional të zonës, por dhe dasmorët. Pastaj ka vlerë dhe që është, nuk ka rast që në i dasëm mos kërcehet valle popullore, mos këndohen këngë popullore. Dhe kam përshtypjen se dasma nga njëra arrin kulmin me këto popullore, të themi, me tradicionalet. Një galeri e veçantë, dashur miq, me një zonjë studiuse shkencore të vërtet. Një falënderim shkon për Lazaro, vendi i dur për të fituar apo rifituar vetbesimin, aty mbeten flokët me metoda nga më modernet. Shife shkruaj, nxitoni ke Lazaro, ti jepni zgjidhje këtij problemi. Kalim pak në galeri, zonja Fortita, të njohim çike edhe origjinën tuaj. Unë di që ju do t'jeni me origjinë nga Kuksi, nëse s'gaboj. Po. Ca zonë e Kuksit jeni ju, Luma, Hasi? Unë jam nga të dy krahinat, të themi, edhe nga Luma dhe nga Hasi. Nënën e kam nga Hasi, babajnë e kam nga Luma. Këtu manush, janë dy prindërit e mi, edhe unë 2 vjeç, në moshën 2 vjeç, me një AO aty që... Qa fotografi? Afrodita Onuzi aty. Pa jo AO-ja aty, kushta ka bërë, nëna? Nëna, po... Unë